që nga viti 2000 deri sot, historia e Ramazanit në Gaza është histori e dy realiteteve paralele. Një muaj i shenjtë që simbolizon mëshirë dhe bashkim dhe një realitet i dhunshëm, ku çdo agim mund sjell bombardime, edhe pse zyrtarisht aty ka një marrëveshje paqeje, nëse mund ta quajmë kështu. Megjithatë, edhe në këtë realitet të zynë dhe të jashtëzakonshëm, palestinezët vazhdojnë të agjërojnë, të luten dhe të shpresojnë, duke kthyer Ramazanin në një simbol të mbjetesës dhe rezistencës shpirtërore kundër shkatrimit. Nga fillimi i viteve 2000, kur shpërthimi i intifadës së dytë e ndryshoi rrëndësisht realitetin e Gazës, Ramazani nisi të mbartë një peshë të re, jo vetëm si muaj reflektimi shpirtëror, por si periudhë mbushur me tension, frikë dhe pasiguri të vazhdueshme. Bastisjet, përplasjet armatosura dhe operacionet ushtarake u bën sfond i përditshëm, ndërsa qindra palestinez humbën jetën në vitet e para të këtij cikli dhune. Familjet uleshin për iftar duke mos ditur nëse nata do të kalonte e qetë apo nëse zhurma avionëve do të silte një tjetër tragjedi. Ramazani në Gaza ka qenë për dekada një muaj kontrasti i thellë mes spiritualitetit dhe shkatrimit, mes lutjes dhe sirenave, mes sofrave të iftarit dhe zhurmës së avionëve izraelite.